Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Tashmë dua të komentoj një situatë, le ta themi, tek dy personazhe, do të flas për dy personazhe që në fakt kanë një situatë të ngjajshme. Do të flas për Kiarën edhe për Sarën. Kam patur shumë komente për t'i cilësuar personazhet publik për nuset e vitit. Kiarën edhe Sarën, do me thënë, e shohin si dy nuset më të suksesshme të vitit në aspektin familjar. Tani, tek Sara, unë e di që, do me thënë, pak e shumë familjen e Bardit e njoh dhe e di se çfarë respekti konsiderojnë për njëri tjetrin. Do të thënë janë familje tradicionale që respektojnë të rinjt, respektojnë të vjetërit, më thënë janë familje e bashkuar, pa marrë parasysh se çfarë personazhi mund të jesh, te kjo familje, do me thënë, në fund të ditës je njësoj. Nuk ka VIP aty, do me thënë, nuk është se ti je VIP dhe ke një lloj relate pak më të veçantë, jo. Do me thënë janë familje tradicionale dhe respektin e kanë masovikisht, do me thënë janë familje me tradita puro shqiptare. Nga ana tjetër, tek familja e Luizit, të njëjtën gjë e kemi dhe në raportin për shembull të Kiarës edhe të zonjës Anxhelin. Kiara ka treguar që pa marrë parasysh çfarë fame ka, pa marrë parasysh çfarë personazhi është, pa marrë parasysh se çfarë fanbase-i ka, do të thënë çfarë Instagrami të fuqishëm ka, çfarë VIP-i është në fund të ditës, Kiara tregon që është një nuse e thjeshtë, është një vajzë si të gjithë të tjerat dhe në raportin familjar është shumë e thjeshtë, do të thënë ka thjeshtësi, nuk ka koklartësi, nuk ka inat, nuk ka mbledh, do të thënë është Kiara me të gjitha dimensionet e saj, me të gjithë bukurinë e saj. Tani Kiara dhe Sara vërtet kanë një raport të bukur me vjerat e tyre. Unë e di nga afër që Vjera Sarën e do shumë, e respekton shumë, e nderon shumë, ka shumë respekt për të, por njëkohësisht edhe Kiara ka një raport të bukur me vjerën e saj, ka një raport korrekt me vjerën e saj. Dhe kjo tregon që pa marrë parasysh se çfarë fame kanë të ndërtuar, pa marrë parasysh se çfarë imazhi kanë të ndërtuar, pa marrë parasysh se çfarë embri kanë të ndërtuar, Kiara dhe Sara din vërtet të jenë në qendër të vëmendjes dhe din vërtet të japin atë respektin si në familje ashtu edhe në punë. Do me thënë, më pëlqen se tek të dy vajzat shoh edhe nusen, por shoh edhe vajzën e cila vërtet po punon për familje.